Përshëndetje të nderuar teleshikues. Mirë se vini në emisionin Shqip Romisht, na njihni pastaj na paragjykoni. Palikeravatumen, shukardi kipe amare emisioniste ti romani Çip, emti gaxhikani Çip. Diçenamen sorat eden tumaro anglipatja ipe. Në emisionin e sotëm ne do të ndalemi në disa nga kronika dhe temat sociale të trajtuara gjatë emisioneve të realizuara në më shumë se 9 muaj. Në minutazhin e këtij emisioni do të risjellim dhe rubrikën të njohim gjuhën rome. Avdive amare emisioniste ka qasto kroniqe emto problemja socialno-ekonomike. Istaloj një mase ka qerasa emisionja ti romani Çip. Ka diqen ili rubrika ka të avasamen e romane Çibasar. Korça është një nga rajonet që ka një numër të konsiderueshëm romësh në shkallë vendi. Përqendrimi mi mathityresh në qytetin e Korçës dhe në rrethinat e saj. Korça është një nga rajonet më të populluara me banor nga komuniteti rom në vend. Edhe pse nuk ka statistika zyrtare sipas të dhënave të publikuara nga shoqatat rome, në këtë rajon numërojnë rreth 8.000 banor nga ky komunitet. Po sipas të njëjtave burime, mësoj se numri më i madh i kësaj popullsie është përqendruar në zonat urbane. Në rrethin e Korçës është përqendruar edhe numri më i madh i popullsisë rome. Në këtë rreth numërojnë 790 familje, kurse në qytetin e Korçës banojnë rreth 600 familje rome dhe më pas vinë rrethet Pogradec, ku vetëm në bashkinë e Pogradecit ka 430 familje. Në rrethin e Devollit, kjo popullsi është përqendruar në bashkinë e Bilishtit, ku aktualisht jetojnë 140 familje, ndërsa Kolonja është rrethi me një numër të kufizuar banorësh nga komuniteti rom. Në bashkinë e Ersekës jetojnë vetëm 5 familje, kryesisht në zonën periferike të kësaj bashkie, ndërsa nga zonat rurale përqendrimi më i madh i popullsisë rome është në komunën e Pojanit, ku në fshatrat e kësaj komune jetojnë rreth 100 familje të tilla. Popullsia rome bashkëton sot me pjesën tjetër të popullsisë dhe ka gjuhën, zakonet dhe traditat e saj. Amare prefekturate isi pobut Romandia, Sariti Albania, Andi Korça emto Trintiza, Togava istale mai but Roma Katarova Veratizati Albania. Andi Korça beshena pobut Roma Katarodizava Verati Albania, ili kananai registrația katoșerutne amare Temesco. O organizate romenge cerdei registrația Kobo Romandia beshena ti Korça Pogradeci Bilishta Emtogava. Katar amaro komuniteti Samo ti Korça Emtogava Xhana eftashelu e njavardesh familje romandikane. Ti Korça angreti dis istale shofshel familje Roma. Topogradeci istale shtashelu trianda familje Roma. Bilishta beshena shelusaranda familje Roma. Tjersejka beshena panç familje Roma. Samopoleni Pojan akale komunate istale shel familje romandikane. Kajxana 8.000 Roma. Amare Roma beshena ik qetaneste e vaver populaciasar isilen kultura tradita romani. Ma bristen, isilen em romani Çip. Por duke se ajo çka bie në sy është përshtatja e këtij minoriteti në pjesën tjetër të popullsisë. Në opinionet e marra nga grupi ynë i xhirimit duket qartë bashkëekzistenca midis minoritetit rom dhe popullsisë autoktone vendase. Në demografinë rajonale të Korçës një vend të rëndësishëm ze popullsia rome. Prej vitesh ky komunitet bashkëjeton në harmoni me pjesën tjetër të popullsisë nëpërmjet ndërmjetësimit të vlerave në mënyrë reciproke. Siç shprehen edhe vetë banorët e komunitetit rom, tashmë mentaliteti i barrierave etnike po zvendësohet me një bashkëekzistencë ndërkomunitare, duke përfituar gjerësisht nga kjo bashkëekzistencë. Si i keni marrëdhëniet me pjesën tjetër të popullsisë? Mirë i keni marrëdhënie, ty më dali me komshit shkojmë më mirë, kemi mirësi, kemi hyrje dalje. Kemi marrëdhënie shumë të mira me punën. Shumë mirë shkojmë. Të njëjtin mendim me banorët e popullsisë rome ndan edhe qytetaria autoktone korçare. Janë njerëz punëtor që kanë qejf të ndryshojnë. Bashkë me komunitetin rom kalojmë shumë mirë, kemi marrëdhënie shumë të mira. Prioritetim tim është që ky komunitet është njerëz të thjeshtë, punëtor, turp. Në punëtor janë, punojnë. Janë njerëzit më të dashur dhe më të respektuar për neve. Unë kam ngrënë bukë me romët. Edhe i kam miq shtëpi. Ata i bin gurit e bin para. Atëre, për mendimin tim janë njerëz shumë të mirë, shumë të thjeshtë, shumë të dashur. Për komunitetin rom kam opinion se edhe ata kanë të drejtë që të jetojnë si ne ose të kenë të drejtat e tyre në qeveri ose në shtet, siç i kemi dhe ne, nuk duhet të varemi nga ngjyra ose nga çfarë ata përfaqësojnë, se ata në fundit njerëz janë. Unë mendoj se ata duhet të përpiqen të integrojnë sa më shumë,
të arsimohen, kuptohet. Duhen mbështetur shumë nga shteti, duhen ndihmuar për të krijuar kushtet e banimit edhe të jetesës, të merren fëmijët të çohen në shkollë që të merren edhe ata kulturën e tyre. Çfarë do t'i sugjeroj atyre të bënin aktualisht? Do sugjeroja kryesisht arsimimin, me që është hapi i parë drejt progresit individual dhe më pas komunitar. Në rajonin e Korçës jeton një numër i konsiderueshëm banorësh nga komuniteti rom. Duke referuar të dhënave të publikuara nga shoqatat rome, këtu jetojnë rreth 8.000 rom, pjesa më e madhe e cilëve janë përqendruar në qytetin e Korçës dhe në rrethinat e saj. Odjaka i perelatiak, istalika jo minoriteti romandikano, beshela e vaver populacia sarjek tane. Amari grupa ledhas ti kamera. Diçolla shukar kaj amaro minoriteti romandikano ili populacia andikorça beshela i jeket haneste. Jeqe godjate, istale ili populacia amare dizaci andikorça. Sari si të mare marrëdhënie e vaver populacia sar. E pak në ndryshimja në neame, kurbani për ndryshimja në neame. Ndryshimja si jame për shumë me Romandia mangasa amaro zakoni, amaro tabiti mangasa. Pa ndryshimja të urjaj beto, pali pete njëjtë jetesaj si jame. Në neame la sekloj problemi. A kale mardhanja i si butlace, amare, ili odolin e ga gjengje. Ide në kata, ide në kata. Gjata dhata, romatina me. Shunren sole vacerena e romengje. Amen i sinan bresha kaj beshasa e vaver komunitetencar. Ili amen le dham kultura katar o Roma. Gjanasa ili lengje mentalitetja e mlengo tradicionaliteti. Amare rajoneste beshena sarvacerena organizate romengje andikorça emtogava gjana 8.000 Roma. Ashtu si kurse një pjesë e konsiderueshme e minoritetit e rom në shkallë vendi vuan mungesën e një banese, edhe shumë prej familjeve rome në qarkun e Korçës përballen me një fenomen të tillë. Në Bashkinë e Bilishtit për zbutjen e këtij fenomeni rreth një vit e gjysmë më parë u ndërtua një banesë kolektive ku u streuan disa nga familjet më problematike nga ky minoritet. Me një financim të Bashkisë Bilisht, 4 familje rome me statusin e të pastreve kanë përfituar apartamente në një pallat kolektiv. Si shprehen edhe vetë familjarët të cilët prej vitesh jetonin në barakat ngritura në një nga kodrat e qytetit, kushtet e tyre të banimit tani janë komode në apartamentet e reja. Kemi jetuar kaq vite në baranga, 16-17 vit, tash jemi të kënaqur shumë. Përpara unë rinja bashkë me maman lartë, ishim 8 fryma atje, në 2 lloma, pallat. Ishim ngusht, tani u rrëdha ky rasti që morën shpikte, banesat janë shumë të mira. Por duke se problemi nuk ka marrëzgjidhje me ndërtimin e kësaj banese kolektive, pasi ende në këtë bashki figurojnë me statusin e të pastreve mbi 30 familje të tjera të cilat jetojnë në barakat e ngritura në periferi të qytetit ose në të afërmit e tyre. Të interesuar për këtë problem pranë kryetarit të Bashkisë Bilisht Valter Miza, ai thotë se pas ngritjes së kësaj banese kolektive do të shihet mundësia për ngritjen e banesave të tjera me synim minimizimin e problemit të strehimit për komunitetin rom. Kemi aplikuar përsëri pranë Ministrisë së Brendshme për të bërë të mundur përfitimin e një banese tjetër, ku do të shtohet një kat i dytë dhe për 4 qytetarë të tjerë rom. Dhe mendojmë se përsëri në këtë banesë do të futen ata qytetarë të cilët janë më problematik për sa i përket strehimit të tyre. Në rrethin e Devollit numërojnë mbi 150 familje rome, ku pjesa më e madhe jetojnë në qytetin e Bilishtit. Në shkollën nëntëvjeçare në Infrashit të qytetit Korçës, ku është përqendruar edhe numri më i madh i fëmijëve që vijnë nga komuniteti rom, krahas procesit mësimor rëndësia e veçantë është kushtuar edhe aktiviteteve jashtëshkollore. Në këtë kuadër është organizuar edhe kampionati i futbollit midis nxënësve të klasave të 6-ta, të 7-ta, të 8-ta dhe të 9-ta. Organizimi të tillë aktiviteteve synon evidentimin e talenteve në sportin e bukur të futbollit dhe ngritjen e një skuadre futbolli me nxënësit më të mirë të kësaj shkolle, që spikati në këtë fushë, të cilët do të jenë të aftë të luajnë me skuadrat e tjera të futbollit të shkollave nëntëvjeçare të qytetit. Gjatë aktivitetit sportiv, spikati loja e klasave të 7-ta, të cilat u renditën edhe në vendin e parë. Kurse nga nxënësit u dalluan Aurel Dadushi, Ronald Rizvani, Ronald Çarçani, Fatbion Mejdani e të tjerë. Veshje sportive u mundësuan nga UNICEF nëpërmjet shoqatës Ndihmë për Fëmijë. But kato minoriteti rom amare dizate i silen problemja e qerencar, samo to qarko ka i si Romandia, Sarpogradeci, Maliq, Bilishta e Korça, i silen problemja e Romandia samo qerengje. Bilishta beshena shelupenda familje Roma, bishokto familje istale bi qerengo,
Deshuduj familje Roma Beshena Opre, ote Beshena deshuduj familje Çadrencar, akna o baro Rom o fua Çambazi, barabare Sherut Nesar e Valter Mizasar, çerde Romengje projekti e mbajnde shtar familjenje. Neve qera. Lacisno, mama qereni, la qamari qera, të kasobe, zgua bresha. A ka njame o qera neve? Ani sa ka diqena qinda mbuda ka le purane qeren da ka te ka e beshlam. Sa ka diqena korkorik. Sot qinda më kërëndina qidasa. Me po në lebishas në medasër, që tam në këta gjene, 2 lomende të palati. Një kushte da qesi, njëftun ka stale neve qera. Ka vajden e mbavera qera e Romengje, ka istale bi qerengo bilishta. Por duket se gëzimi i familjeve rome që kanë përfituar apartamente nga banesat kolektive në bashkinë e Bilishtit nuk ka zgjatur shumë. Le të ndjekim kronikën. Një vit më parë, 4 familje rome në bashkinë e Bilishtit përfituan nga Këshilli Bashkiak një banesë kolektive. Por pas një viti, ata rrezikojnë që të dalin jashtë, pasi kushtet e vështira ekonomike nuk mundësojnë shlyrjen e këstit mujor. Si shprehen vetë ata që për disa muaj nuk kanë paguar detyrimin financiar. Paguam shpita atëre me, ati e ndëprev, ka ja 2 muaj gjëmë 3 muaj ku shpimi paguar detë më thënë. Pagesën që na i kanë verë për 4 hyrje, që ne pagonim nga 33.000 leka, neve nuk kemi mundësi që ta paguajmë këtë për këtë, se ne me përkraj jetojmë. I kemi paguar deri në ko, pastaj si kemi paguar. Në bashkinë e Bilishtit ka mbi 20 familje rome të pastreja që jetojnë në kushte të vështira, në pritje për të përfituar nga banesa kolektive që shpërndan Këshilli Bashkiak i Bilishtit, por që shumë prej tyre, ashtu si dhe 4 familje të mësipërme, janë me probleme të shumta social-ekonomike. Istale hanik familje Roma ka i komuna e Bilishtaqi dhe nas qera akale romen. Amari grupa gjeliem ledhas interviste. Diqen so oleva qerena. I komuna Amare Dizaqi Bilishta dhe nas shtare familjenje neve qera. Akale familje ka i delar 35 kilade tomasek akale qerenje ka i beshena. Akale familje Roma na qerena va verbuti, samo ka qedena sastrunja. Istale 2-3 maseka ka i na i delar akale love e komunace Bilishta. Akale familje lena samo 40 kilade tomase ka ti komuna, em nashtin reset të i delar akale love. Ka te më shef ta masek ka na i dedam vetëm 3 masek. Së vaqerdas të me gjo kryetari ka i të me gjo o kryetari vaqerdas ka i amen vaqerdam les që në na me da musia ka të i dersëk, o vaqastovel majden les daha, ka di kas ka qerasa që abuti pavrik na një ka atu me vaqerdas. I bashkia ka që fëdas të mena këtë ka opre. Leda të me ndardhove? A me ndardhove leda, si ne po akëna na leda dhove. Që një ardhama këna. Që një ardhama këna. Na dasa dhove se në nëmi sot të dasle. A dena love a ka le qerenje? Dena me je koha. A këna na dasa dha. Na pagunas a këna. Akale Dizate Bilishta, istale Jazmishi ka istale Biqeresko, po but ka to bish familje romandikane ka i silen problemja socialno-ekonomike, em istale jek familja na po but ka to shtare gjene. Akale familje romandikane u gjarena ka ti komuna Akale Dizaqiri ka i te denlen qera. Akale familje gjikaj akëna beshena pe manushende, samo u gjarena ka i akia komuna te denlen qera. Sar ovavera manusha Akale Dizaqere. Oroma Akale Dizate, samo u gjarena jek shukar butik ka ti komuna. Një vend të rëndësishëm në emisionet tona kanë zënë edhe temat sociale. Nëpërmjet tyre ne kemi sjellë opinione, jetën reale edhe mendimet e specialistëve. Kështu në emisionet e para 1 minutash të zgjeruari kemi kushtuar vaksinave dhe rolit që luajnë ato për shëndetin e fëmijëve. Le të ndjekim materialin. Krahasuar me vite më parë, sot komuniteti rom është ndërgjegjësuar për rëndësinë e vaksinimit. Gjithsesi nuk përjashtojnë edhe rastet kur ka vonesa në kryerjen e këtij procesi. A keni vaksinuar ndonjëherë fëmijën tuaj? Po, të gjitha vaksinat i ka bërë që i përkasin, që në moshën e vogël dhe në këtë moshë është 8 vjeç. Përse duhet i bëjmë vaksinat? Sepse të ruajnë nga sëmundjet, nga të gjitha gjërat që i ndodhin fëmijës. Mua nuk më ka ndodhur ndonjëherë që nuk jam paraqitur, sepse për fëmijën kam ndenjur shumë në gatishmëri, si mund të them. Nuk e dim, me të tjerë prindër nuk e di, unë kam vajtur në orën e caktuar dhe në datën e caktuar. Kur ka bërë vaksinimin,
vendi ku është vaksinuar është skuqur pjesa e vaksinës, temperatur ka pasur, po doktoresha e lagjes na ka rekomanduar çfarë mund t'i bëjmë me kompresa të ftohta, siç janë këtoja, domethënë ka ndodhur pas vaksinimit të fëmijës. A i keni vaksinuar ndonjëherë fëmijët tuaj? Po i vaksinoj gjithmonë. Po është mirë për fëmijë që mos i zë smundja. Për çdo gjë bën ajo. Është mirë. Çfarë probleme ka patur fëmija pas vaksinimit? Zakonisht jep çik temperaturi, po me kompresa shumë të ftohtë, s'ka problem, kalon. E kam vaksinuar. A i keni vaksinuar ndonjëherë fëmijët tuaj? Po. Të gjitha vaksinat që janë për të bërë i kemi vaksinuar. E di përse bëhet vaksinimi? Për shëndetin tim që mos mure. Vaksinat e fëmijëve bëhen që mos muremi neve, fëmijët. Me kë shkon ti për të bërë vaksinën? Me mami. Çfarë probleme ke patur pas vaksinimit? Temperatur, mos kuqet mishi. Për të marrë një informacion më të plot në lidhje me kryerjen e vaksinimit, grupi i Unigjirimit kontaktoi me mjekën pediatre të oftalmologjisë, e cila fillimisht u ndal tek rëndësia e saj. Vetëm për disa vaksina është kontraindikuar kryerja e vaksinave. Për shembull, për vaksinën e fruthit nuk kryet nëse fëmia është alergjik ndaj vezës. Ndërsa për vaksinat e tjera nuk ka. Komplikacione në rastin e aplikimit të vaksinave ne nuk kemi patur. Nëse është alergjik ndaj vezës, vaksina e fruthit nuk mund të kryet asnjëherë. Ndërsa për vaksinat e tjera mund të shtyhet vaksina e bërjes së poliomelitit në rastet kur fëmia është me diare. Pritet që të mbarojt mjekimi, të shërojt fëmia dhe pastaj aplikohet. Po kështu dhe në raste me fëmijë me sëmundje epileptike, vaksinimi nuk kryet për vaksinet e tetanozit dhe të difterisë, ndërsa vaksinat e tjera vazhdojnë sipas kalendarit. Çdo vaksinë mund të japë qoftë një reakcion lokal, skuqje lokale, mund të japë një rritje të temperaturës, është e pranueshme, 37,5, 38, rrallë mund të kalojë dhe 39,5, por këto vazhdojnë 24 orë. Një herësh mjeka pediatre Mëlligji përmend disa nga llojet e vaksinave si atë kundër tuberkulozit, hepatitit viral, poliomelitit, tetanozit, fruthit, rubeolës e të tjera, të cilat fillojnë që me lindjen e fëmijës dhe vazhdojnë deri në moshën 14 vjeç. Ajo përmend gjithashtu edhe pasojat që mbart mos kryerja e vaksinimit, si dhe masa sensibilizuese për kryerjen e saj. Mosbërja ose mos kryerja e vaksinimit bën që këta fëmijë të mos e përballojnë sëmundjet e ndryshme. Pasojat e kalimit të një difterie janë serioze për jetën. Ato mund të rrezikojnë dhe humbjen e jetës, po kështu dhe nga tetanozi, apo sëmundje tjera si fruthi, që mund t'jenë me pasoja serioze. Ne në fakt në rajonin tonë nuk kemi asnjë rast të mos kryerjes së vaksinimit. Nënat janë të ndërgjegjësuara, por dhe nëse ka pasur vonesa të tolerueshme në kohën e kryerjes së vaksinimit, por jo të mos realizimit të tij. Drejtoria e Shëndetit Publik ka organizuar fushata sensibilizimi për bërjen e vaksinave, njëkohësisht ka përgatitur dhe postera të ndryshme në lidhje me një grup vaksinash apo sëmundjes të tjera që janë të rrezikshme për jetën e fëmijëve. Personeli periodikisht kryen fushata të vazhdueshme sensibilizimi, jo vetëm në grupe, por dhe me individ të veçantë, sidomos me individet problematik. Dhe kjo kryet pranë familjeve, pranë fëmijëve. Në fakt ne jemi ndeshur me raste të tilla të vonesës në kryerjen e vaksinimit, dhe kjo për arsye të migrimit brenda vendit, por dhe jashtë vendit të këtyre fëmijëve.
por vaksinimi ka raste që edhe nuk kryhet, shpjegon Mulligji. Njëherësh ajo këshillon nënat se si duhet të veprojnë në rastet e komplikacioneve që shfaqen pas vaksinimit. Vetëm për disa vaksina është kontraindikuar kryerja e vaksinave. Për shembull, për vaksinën e frutit nuk kryhet nëse fëmia është alergjik ndaj vezës. Ndërsa për vaksinat e tjera nuk ka komplikacione në rastin e aplikimit të vaksinave, ne nuk kemi patur. Nëse është alergjik ndaj vezës, vaksina e frutit nuk mund të kryhet asnjëherë. Ndërsa për vaksinat e tjera mund të shtyhet vaksina e bërjes së poliomelitit në rastet kur fëmia është me diare, pritet që të mbarohet mjekimi, të shërohet fëmia dhe pastaj aplikohet. Po kështu dhe në raste me fëmijë me sëmundje epileptike, vaksinimi nuk kryhet për vaksinën e tetanozit dhe të difterisë, ndërsa vaksinat e tjera vazhdojnë sipas kalendarit. Çdo vaksinë mund të japë qoftë një reakcion lokal, skuqje lokale, mund të japë një rritje të temperaturës, është e pranueshme 37,5, 38, rrallë mund të kalojë 39,5, por këto vazhdojnë 24 orë. Nëna që në momentin e parë informohet për rëndësinë e kryerjes së kësaj vaksine dhe si duhet i ndihmojë ajo fëmijës së saj për ta kaluar sa më lehtë, duke i rekomanduar të bëj kompresa në vendin e injektimit të vaksinës, të përdorë antipiretik për uljen e temperaturës dhe disa qetësues të vegjël ose minor, siç i themi ne, për të lehtësuar dhimbjen që mund të japë. Në mbyllje të kësaj rubrike tërheqim edhe një herë vëmendjen për kryerjen e vaksinimit të fëmijëve, e cila mundson një rritje të shëndetshme, larg sëmundjeve të rrezikshme dhe me pasoja për jetën. Jek shukar buti astardas amare emisioneste ilio vaksinimi e maksemengo. Amari grupa nella opinionia emojivtipe realno ili e specialistengo. Amare emisioneste ka anas hanik qasora ka e vacerena e vaksinenje. Ili so roli qelare dhe i vaksina to sastipe em to kurtaripe te maksemengo. Te vaqeras dyzi po anglal hanik breshende. Na çuvena sine but kanë vaksinenje. Akna dikasa but familjende romandikane shun lejt dikle ka i vaksina qereda shukare maksemenje. Emda to bianipe o doktoreshe qerena i vaksina e maksemenje. Sora but familje romandikane na çuvena but kanë e vaksinenje. Shunen sopenena o daja e maksemenje em o maksëmja korkori. Gjani sa sosjove në o vaksine maksemenje? Che mattina un po' rinato. Casa già sa c'era stati vaccinato? E ma messa. Cosa ombrescengi sino? Tanto. Già sa c'era stati vaccina? Ciao. Casa già sa? Me dasa. Kësi la të shoj maksemenje, ma të kapen ka nek smundja, ka nek të shmujem, da rasa. E në gjithmonë qeravale në gjeme. So problemi ai si e maksemen kanë qere në vaksinimi? Po, ka temperatura dhe dalene, e më një skuqit të lejta ka dhe dalene. Qere në vaksinimi e maksemen ka? Qera sales. Kana gjana? Kanë vakila mi doktoresha. So problemi ai si e maksemen kanë qere në vaksinimi e maksemen ka? I si lesën ka temperatura, je kratë vetë. Sora tam në nale qumoni. Qeravale në regullisht bile, gjava ote, kajmë qave na qardena me nami angreto qërë, gjasa qera sare maksemenje, sot rindani kaj siman. So si ove dhe o vaksinimi e maksemenga? Vaksinimi e maksemenga ove dhe përshdove së mundi ka jave na qardena me, ka gjasa qera salin, kaj matena borindove në maksemja. So problemi ai si e maksemen, kanë qere në o vaksinimi? Voloda kanë ka lengomas, voloda lengomas, i silen temperatura, qira sa panesa shu dresa. Em të vasa maksemenje, me një seshte, me paracetamol, em të lodhe temperature maksemenje. Gjana qere në të mare vaksine, të mare maksemenje? Po, gjasa, qera sa mare maksemenje vaksine. Sari len, so vaqere da men gjoj doktoresha, a men qera sa len. Gjana qere në të mare vaksine, të mare maksemenje? Po, gjasa,
Qerasa mare maksimengje vaksine. Sari lenso vaqere da menjo i doktoresha, amen qerasa len. Amari grupa mi jurnalistka e barabar operatoresa gjalla ka të ledh jik informacija po shukar ka ti doktoresha specialistka Teuta Mulligji. Oj peneda so problemja anedha akia vaksina e maksimengje. I doktoresha specialistka Teuta peneda që ti vaksine istale shukar tu mare maksimengje ka i mate astarenlen asik nambori pe. Jik vaksina istali tuberkulozi, jik istali hepatiti viral, i vaver istali polimeliti, tetanozi, fruthi, rubeolës, vavera. A kale suvja, ovena e maksimengje, gjikajte oven dëshushtare breshengje. Kona qeredha a kja suv pe maksimengje, anela problemja. Kon qerdas a kja vaksina, budaja gjanena, se sot shuvena pe maksimengje, kajna kavenala, shukar a kja vaksina. Shunen so peneda i doktoresha specialistka e maksimengji. Mosbërja ose moskryerja e vaksinimit bën që këta fëmijë të mos e përballojnë sëmundjet e ndryshme. Pasojat e kalimit të një difterie janë O vaksinimi e maksimengo, shirdel që ti bjandovelo maksimi. O veda i vaksina tuberkulozi e mgjikajt e gjande shushtare breshengje. O veda kaja vaksina, so maksimi bjandoveda ti Albania. Te qeren pe vaksine, kaj te kurtaren pe maksimes, e men vaveren ka to nambori pe. Ili amarote kaj te kurtaren pe maksimes, e men vaveren ka to nambori pe. Ili amarotem nikadas thami e vaksinengje. A kalso nikadas e mi programa UNICEF. A kalesi o vaksine kaj qeren e maksimengje, matele nambori pe, sar tuberkulozi, hepatit viral, difteria, polomeliti, tetanozi, fruthi, rubeola. A kale vaksine o vena datoshtare masechengo maksimi gjikajte gjall të shushtare breshengo, istale familje ka gjanato emigracioni, o te ka istale të rodenem të qereni vaksina pe maksimenji, ka i mata starele në nambori pe, i drejtoria e sastimjasi qerdas but seminarja. Em qudas posteria ka si ka vedha sare e populaciace të qereno vaksinimi pe maksimengo. Personeli periodikisht kryen fushata të vazhdueshme sensibilizimi. To pandipet te akale emisionesko vaqerasa tu mengje ma muqen tu mare maksimen te len nambori pe. Dicen te bajaren tu mare maksimen po shukar. Ma muqen i vaksina biqerdi, po dur ka to nambori pe, po pashe to sastipe tu mare maksimenje. Në pak minuta le të risillim numërimin nga 1 deri në 10 në gjuhën rome. Hanik qasura të anaso gjenipe, dato jek gjikajto desh ti romani qip. O gjenipe romandikano. To jek gjikaj to desh. Numrat nga 1 deri në 10. Jek 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Shov 6 7 7 8 8 9 9 10 10. Në minutat e këtij emisioni risollën pjesë nga materialet e transmetuara gjatë emisionit Shqipëromisht, na njihni pastaj na paragjykoni. A ka leqasura anlam katar obavera emisionja ti romani qip, em ti gajikani qip. Di që na men sorat e den të maro, angli patja i pe. Duke shpresuar se keni qenë së bashku me ne në minutat e këtij emisioni, miru takofshim në emisionet të tjera. Shukar di kipe të vavera emisionja ti romani qip, em ti gajikani qip.